Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala adh-dhalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lavdrojmë, çojmë salavat e selam e pejgamberit e tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe të gjithë atyre besimtarëve musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen në sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar, po vazhdojmë me dersën e radhës, jemi ende në sirën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dersën e kaluar kemi përmbyll, me thonë kushtimisht, kapitullin e shkuarjes në Tebuk edhe kthimit dhe të gjitha atyre ngjarjeve të cilat janë ndodhur në këtë udhtim, edhe peripetit me të cilat janë ballavaçu muslimanët në përgjithësi, i kemi diskutuar, kemi sqaruar, gjithashtu edhe ato ngjarje që janë ndërlidhur me Tebukun edhe që mas kthimit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e kemi shpjeguar, ngjarjen e Ka'b ibn Malikut e kemi trajtuar, e sot vazhdojmë kryesisht me thonë futemi në vitin e ri të Hijrit, që është viti i 9 i Hijretit. Viti i 9 i Hijretit njihet edhe si viti i delegacioneve. Kështu njihet, i thuhet Amul Wufud. Për arsye se në këtë vit njihet se kanë ardhur me 10 delegacione te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për të diskutuar edhe për të bërë marrëveshje me të. Edhe kështu njihet në histori, këtë ngjarje kështu e përmendin pothuajse të gjitha ata përshkruesit e sirës, duke filluar prej Al-Waqidi, Ibn Hishami, pastaj Ibn Ishaku, edhe Buhariu në koleksionin e tij të hadithe, kur fol për gazawatet, i përmend këto delegacione të cilat kanë ndodhur, pra njihet kështu në përgjithësi. Ibn Ishaku përmend se kështu e kanë quajtur edhe ata vetë këtë vit, Amul Wufud, pra viti i delegacioneve. Mirë po, do t'i sqarojmë para se mu fut në përmendjen këtyre delegacioneve, një 3-4 gjëra që duhet me i pas parasysh. E para është se delegacionet kanë qenë shumë me numër. Bile në disa transmetohet që kanë qenë 70 për i tyre, ose 80, shumë kanë qenë. Ne nuk do t'i përmendim se cilin, për arsye se këto delegacione janë fise dhe nënfise që kryeplest ose grupet ose njerëz të përbërë nga 3-4 veta deri në 400-500 veta kanë ardhur te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam disa për me pranu Islamin, disa për marrëveshje e kështu me radhë. E ne nuk do t'i përmendim për arsye se edhe pse trajtimi është bajaki i thellë në këtë që po bëjmë në këtë ders, megjithatë përmenden emrat e fisëve, vendbanimet e tyre, rrethana ndryshme që ndoshta nuk na hyjnë neve në punë, përveç disa prej tyre që do t'i përmendim, që janë interes për neve me i ditë edhe me i kuptu. Kjo është e para. E dyta, edhe pse viti i 9 i Hijrit konsiderohet viti i delegacioneve, Amul Wufud, jo detyrimisht krejt këto delegacione kanë ardhur këtë vit. E keni parasysh. Nuk është të thotë që me thonë që ky vit edhe kanë filluar. Ato kanë ardhur edhe më herët. Po viti i 9 është më specifiku se ka pas më shumti. Për arsye se ardha e delegacioneve kanë filluar në fakt prej vitit të 5. Atje pas Hendekut, posaçërisht kur kanë dështuar mushrikët e Mekës me thonë kushtimisht me depërtu në Medinë edhe me sulmu, e kanë pa se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe ushtria dhe muslimanët në përgjithësi janë pa faktor, prandaj edhe prej vitit 5 e tutje kanë ardhur vazhdimisht. Pra ne do t'i përmendim këto delegacione, po jo detyrimisht gjitha kanë ndodhur vitin e 9, ashtu siç do ta shihni. Po i përmendim vitin e 9 për arsye se në këtë vit janë intensifikuar shumë. Dhe është dallu ky vit edhe për këtë shkak edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk e ka pa haxhin vitin e 9. E bën vitin e 10 për shkak të kësaj rrethane që kanë ardhur shumë njerëz edhe s'ka mujt me lëshu Medinën. Një për arsyeve ka qenë edhe kjo, ka shku kush Ebu Bekri për të. Do të flasim edhe për këtë udhtim, po du me përmendë kjo ka qenë një nga arsyet pse s'ka shku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në haxh për shkak të intensifikimit që ka ndodhur në vitin e 9. Po jo detyrimisht. Edhe na disa herë kemi përmendë kur kemi folur për sirën, ngjarjet që i përmendin ulemat, jo detyrimisht ju kanë përmbajtur kësaj radhitje, domthonë kronologjike, vjetore,
ashtu qysh në kohët bashkëkohore ne i përmbahemi edhe i sqarojmë edhe diskutojmë për arsye se atëherë bile në librat e hadithit hershëm edhe sirën e kanë trajtuar vetëm nga aspekti i ushtrisë edhe daljes së pejgamberit në betejat ndryshme. Pra në këtë e kanë fokusuar më shumë. Pra edhe i kanë thënë Kitabul Maghazi, pra kapitulli i betejave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për arsye se këtu ka qenë fokusi. Masandej kur është zhvilluar edhe kanë filluar trajtimet, është bë edhe kjo ndarje edhe kjo mënyrë e shpjegimit, posaçërisht në vitet më vonshme, në dekadat e mëvonshme, kur është bë trajtimi në një mënyrë kronologjik i ngjarjeve, po jo detyrimisht që ato dihen qartë se kur ka ndodhur dhe çysh ka ndodhur në cilin datë ekzaktisht. Pra këta duhet me pas parasysh, po arsyeja pse e përmendim vitin e 9 për arsye se në këtë vit ka qenë çaj intensifikimi, edhe është dallu, edhe tani kur kanë folë për këtë kapitull ose për këtë vit, pastaj ulemat i përmendin edhe disa delegacione që kanë ardhur më herët, po për arsye se është domthon trajtim tematik i delegacioneve, jo detyrimisht trajtim i kohës kur ka ndodhur ato. Çështje tjetër që është e rëndësishme me u përmend është ajo se pse viti 9, në fakt. Për arsye se edhe Buhariu e përmend këtë kur e sqaron, thot për faktin se vitin e 8 ka qenë çlirimi i Mekës. Pothuajse deri në vitin e 8 shumica e arabëve në syllesën e Arabisë kanë pas një farë lloj pritje me pa hajse çka po ndodh mes Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe Mekasve. Për arsye se është konsideruar në një formë, thon kushtimisht, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është rebelu prej Mekasve në perceptimin e tyre, edhe ka pas konflikt, edhe ka thonë që është pejgamberi i Zotit, edhe kanë thonë nëse është ky pejgamberi i Zotit, atëherë do të fitoj karshi popullit vetë. Edhe kanë bërë një lloj pritje, hajtë të këshyrim që apo ndodh, tani do ta ndërmarrim hapin. Kjo ka qenë edhe një lloj arsye pse shumë prej tyre nuk e kanë filluar iniciativën derisa ta shohin çka po ndodh mes Muhamedit sallallahu alaihi wasallam edhe Mekasve. E mas çlirimit të Mekës, kur arriti triumfoi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e çliroi Mekës, atëherë u kuptu që këtu ka dalë në shesh realiteti, prandaj edhe kanë fillu interesimi edhe ardhja edhe mu taku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Këtu ishin do thot ajo çka është e rëndësishme me pas parasysh, edhe çu thash pak më herët, është arsyeshme mi përmend disa ngjarje me këto delegacione për faktin se vërtet ka shumë mësime, mësojmë edhe fikun disa rregulla, dispozita të fikut në përgjithësi, pastaj mësojmë edhe moralin edhe etikën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se si është sillur me ta, për arsye se tash nëse e marrim në gjuhën bashkëkohore, mund të themi që kjo ka ndërlidhet me protokollin dhe me aspektin diplomatik të takimit të këtyre delegacioneve që kanë ardhur në Medinë. Edhe është shumë e rëndësishme mënyra me e kuptu mënyra se si është sill pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me këta të panjohur ose me këta musafir diplomatik, jo musafir që vetëm kanë vizitu, po kanë ardhur me synime dhe me qëllime të caktuara, edhe marrëveshje të caktuara, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bë sjellje me ta, prandaj është për neve rregull me e kuptu shembullin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në këta mirësjellje, për arsye se jo të gjithë, edhe kjo është e rëndësishme, jo të gjithë kanë ardhur me pranu Islamin. Ka prej tyre që kanë ardhur me pranu Islamin, më bë musliman, ka prej tyre që kanë ardhur me kërku sqarim, edhe me i kuptu, edhe nuk kanë ardhur me synim me pranu, po kur e kanë pa, e kanë pranu edhe kanë kthy. Ka prej tyre që kanë ardhur me marrëveshje të caktuara, që kanë pas kërkesa të caktuara, kanë dashur me kushzu disa gjëra, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është marrë vesh me ta. Ka prej tyre që kanë pas synime të këqija. Pra ka pas prej tyre që kanë dashur me e shfrytzu apo me qysh me thonë edhe me shfrytzu nga situata, madje ka pas prej tyre që kanë synuar edhe me vrap pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në këto vizita. Pra jo gjithë kanë ardhur me pranu Islamin. Synimet kanë qenë të ndryshme. Prandaj mënyra që është sill pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ka trajtu këta
pastaj etika e tij vërtet ka tregu një shembull shumë të jashtëzakonshëm, një lloj shembulli të shkëlqyer të një udhëheci se si duhet të sillet me palët në përgjithësi, duke mos i nënçmu ose duke mos i trajtu si mas superior apo diçka tjetër, ka qenë i thjesht, po megjithatë ka qenë korrekt me ta edhe sjellja ka qenë në nivelin më të lartë. Pra, për këtë shkak edhe është e rëndësishme me kuptu këto ardhje dhe këto qasje të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për shkak të dobisë që marrim edhe ne në jetën tonë të përditshme. Do të vazhdojmë tutje, do t'i përmendim disa prej tyre. E para është delegacioni Abdul Qais. Delegacioni Abdul Qaisit, në fakt Abdul Qais është një fis i njohur që kanë jetu në atë kohë i kanë thonë në anën e Bahreinit. Sot dihet një shtet që quhet me emrin Bahrein, që është një syudhese vogël, s'ka lidhje toksore me syudhesën e Arabisë, do thot me Arabinë Saudite tash në fakt, është do thot shtet në veti, është mbretëri, tash ka një lidhje me ura, në të kaluamën nuk ka pas, ka qenë do thot syudhesë këtë e vogël në vete. Mirë po në atë kohë, kjo tash quhet Bahrein, e ka do thot flamurin e vetë, do më mbretëri e vete, në atë kohë kur i kanë thonë Bahrein nuk ka kanë për qëllim vetëm kjo syudhesë, a kanë qëllim kjo syudhesa edhe disa vende që kanë qenë afër tij, që sot quhet ajo pjesa lindore e syudhesës së Arabisë. Edhe sot janë sikur sa ato qytete Damami, konsiderohet do thot është quajtur do thot Bahrein. E ky fis ka banu në këto pozicione. Dhe kanë qenë, ka pas prej tyre që kanë qenë krishter, ka pas prej tyre që kanë qenë do thot idhujtar, politeista, të ndryshëm, edhe në fakt ata kanë ardhur dy herë te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Delegacioni i parë ka qenë në vitin e 5 Hijrit, edhe delegacioni i fundit apo i dyti ka qenë në vitin e 9 Hijrit kur është intensifikuar. Në vitin e 5 kur kanë ardhur një grup i atyre njerëzve që është interesant që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me këta njerëz nuk është që ka dërgu delegus. E keni parasysh në përvende ndryshme pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë sahabe, ka thënë delegus, i ka thirrë në Islam, këtu nuk ka dërgu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Megjithatë, ata kur e kanë dëgjuar për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam edhe për daljen e tij, ata vetë kanë ardhur. Pra pa ndonjë kërkesë ose me thonë kushtim as kërcënim për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, se nuk ka pas ndonjë synim që me thonë hajde shkojmë bëjmë marrëveshje apo diçka tjetër. Jo, ata në vitin e 5 Hijrit kanë ardhur te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me taku edhe me vërtetu çka është puna e tij, edhe kanë ndodhur që kanë pranuar Islamin masi që kanë ardhur. Edhe tregohet në Buhariu faktikisht e përmend këtë hadith, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam para se me ardhur ky delegacion në vitin e 5 Hijrit, para se me ardhur ka paralajmëruar, ka thonë pas disa dite, pra mugjizja ajo ky paralajmërim është se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam jo që e ka ditë fshehtën, as që ka menduar, po ajo që i është lajmëruar edhe i është shpall nga Allahu i Madhërisht, atë e ka thonë. E kemi sqaruar këtë në betejën e Tebukut që Muhamedi sallallahu alajhi wasallam nuk është që e ka ditë fshehtën që ka menduar në formë detajet nesërmen, mas nesërmen, asesi. Për arsye se ai ka qenë njeri, por ka ditë atë që ja ka shpall Allahu i Madhërisht. Ai ka ardhur një lloj shpallje, një lloj informacioni edhe ju ka treguar sahabëve që pas disa dite do të vjen një delegacion, një grup i njerëzve nga ana lindore e Medinës i bjen, që kjo pjesa, edhe i ka lavdruar shumë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ka thonë janë njerëzit më të mirë e asaj ane. Njerëzit më të mirë të asaj ane. Kështu i ka përgëzu, para se me ardhë ata. Edhe Omeri radiallahu ta'ala anhu ka qenë në treg. Ka qenë në treg, pra arsye se edhe Omeri ka qenë tregtar, është marrë me tregti, edhe kur ka dëgju se ka ardhur një delegacion mas disa dite, është gëzu shumë. Edhe i ka taku dhe i ka përshëndet, edhe i ka përgëzu, ju ka marrë myshde, ka thonë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për juve ka thonë kështu, ju jeni dhe thot njerëzit më të mirë asaj ane. Pa ju ka lavdru. Edhe ata kanë ardhur,
edhe në një formë kam pas një lloj dëshire të jashtëzakonshme me taku Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E keni parasysh udhëtimi në atë kohë është bërë me vështërsi, me deve, me kam, jo pra me ditë edhe me muj, ndoshta kanë bë derisa kanë mri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe kur kanë mri, të gjithë si kanë mri aty, të gjithë kanë nxitu me taku pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me ditë kush o ky njeri. A ki parasysh tash te ke bë një udhtim shumë gjatë, edhe kur mrin te vani edhe thot çaty është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, të bën një farë nxitje tash tek syri kush edhe kanë shku e kanë taku dhe tregohet në hadithe që ja kanë puth durt, edhe kanë përshëndet, dhe kjo është e veçanta e këtij grupi. Pra, grupe tjera kur kanë ardhur kanë qenë pak qysh me thonë, ma protokollar. Këta kanë ardhur dhe me njëherë e kanë për qaf, e kanë dasht, e kanë thonë që durt ja kanë puth. Pra, shumë kanë pas një lloj mallëngjimi ndaj tij, edhe pse ende nuk dinin kur gjë për Islamin, as si ishin musliman se kishin pranu, pra nga dëshira kanë ardhur. Përveç një personi që ka qenë mesin e tyre, ai ka qenë emrin e ka pas Ashaj ibn Qais. Ashaj, se ka në emrin e tij, është do thot një lloj emërtimi, ka mos pajtim në emrin e tij, sidoqoftë ky Ashaj tregohet në hadith kur ka mri edhe kur është ndal, kur ardh në Medinë, krejt kanë nxitu me taku pejgamberin sallallahu alajhi wasallam nga mallëngjimi, ky s'është gut. Çka ka bë? Ky është nal e ka lidh deven, i ka ndru teshat. O vesh mirë, bukur, për arsye se njëri në udhtim pluhroset, flakte, çaraveshet e sene, po ky o ndresh mirë, o vesh me tesha të mira, të bukura, është parfymos, është rregullu, është krehe, është ndresh, edhe ka shku me taku pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në atë formë. Edhe kur e ka pa pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, edhe e ka vetë kush jete dhe kjo është përgjigj, tham jam filani, edhe ka vërejt pejgamberin sallallahu alajhi wasallam te ky një lloj personaliteti, ma ndryshe, se sa këta tjerët. Edhe i ka thonë, ti i ki dy cilësi që i donë Allahu dhe i dërguar i ti. Cilat janë ato? El hulmu wal ana. Që nëse përkthejmë në Shqip, el hulm në arabisht është përshim njëri që është jo i gutshëm, që është mendje preht. Edhe këtu është përshim njëri do mund që ka mendje prehtësi edhe që ka mençuri. Kjo është përshim el hulm. El-ana është do thotë që kjo tjetra që nuk i nxiton senet, do thotë i mat senet ka dale, nuk e merr me vrull, pra është do thotë i kujdesshëm edhe i përpikt mendje holl, edhe i kujdesshëm edhe jo i gutshëm. Pra që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë në ty janë dy cilësi që i don Allahu dhe i dërguari i tij, ata janë do thotë që kjo mençuria edhe mos nxitimi edhe qysh me thonë njeri i matun, maturia, në kuptimin i matun që mos mi bë senet me emocion që ato për që aty. Edhe ky ishte i mençur, pra ashtu që i ka përshkruar edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thot o dërguari i Zotit, thot që to dy cilësi, edhe kjo është e rëndësishme, po thot a i kum përfitu une, i kum mësu me jetën time të përditshme, apo janë cilësi që Allahu mi ka dhënë në personalitetin tim. E keni është pyetje shumë e rëndësishme me kuptu edhe për rrethanat sotet, për karakterin e njerit. Ka thonë, ajo në cilësi që unë i kum përfitu në jetën time të përditshme, pra i kum mësu, jeta mi ka mësu, ose me thonë në kohën e sotit i ka mësu në libra apo dikon, apo janë cilësi që Allahu mi ka kriju në karakterin tim. Atëre pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, jo, janë cilësi që Zoti i ka dhënë në karakterin, domethënë i ka dhuru në karakterin tonë. Edhe e ka falenderu Allahun e Madhërisht për këto cilësi, dhe është e rëndësishme këtu me e kuptu që vërtet burimi i karakterit njerit, esenca gjendet është do thot Allahu i natyrshëm e ka kriju në jetën njerin. Njeri mundet me i kultivu. Po janë disa karaktere, janë disa gjana, edhe në jetën tonë e përditshme shohim, për shembull, dikush mundet me kanë ma mendjen preht. Secili posaçërisht na që kemi fëmijë, i sheh do thot tek fëmijët tu, në disa aspekte njëri është më i zhvilluar, në disa aspekte më i ngjeshur, po në aspekte tjera ky është më i mirë. Pra, këto do thot gjëra që ti i vren si prind tek fëmia jot. Për shembull, njëri fëmijë mund të më kanë më emocional, ndoshta kanë më shpejt, ose friksohet më shpejt.
Po e shet do thot në anën tjetër ndoshta men ma shpejt. Ky tjetri ndoshta nuk men shpejt, do thot i nevojitet ma shumë me përsërit mirë, po kur te kupton pastaj i qëndron atij, ai tjetri na mundet me harru pak ma shpejt. Pra janë cilësi që Allah i Madhërisëm i dhuron njerëzve si dhunti, dikujna ashtu që don, edhe është urtësi, edhe dëshirë, edhe vullnet i Zotit Madhërisëm ashtu që i krijon njerëzit. Pastaj njeriu i kultivon edhe i kalit ato në veten e tij. A e keni parasysh? Edhe frika, edhe burrnia, edhe zotësia, edhe domthon gjëra që Allah njerëzit dallojnë në mes vete, prandaj edhe duhet besimtari me kjo njëtën e përditshme, kemi shkolla të veçanta që faktikisht i ruajnë këto apo i detektojnë këto cilësi dhe këto karaktere, edhe pastaj edhe i kategorizojnë njerëzit për çfarë drejtimi mundet me qenë, ku është ma i prirur e kështu me radhë, pra shkolla profesionale e kështu me radhë, e për çito është fjala. Njeriu pra njëtën e tij të përditshme apo në karakterin e tij mundet me pas cilësi të ndryshme, disa mund me kanë shumë pozitive, disa mund me kanë ma pak pozitive, me thon kushtimisht, po në përgjithësi kështu është i kriju, kështu janë të krijuar njerëzit. Prandaj edhe duhet besimtari me punu me veten e tij, edhe aty ku e sheh veten që është ma i zhvilluar, me e mundu, me e kalit edhe ma shumë e kështu me radhë. Pra kjo është do thot ngjarja që përmendet me këtë grup edhe me këtë delegacion të Abdul Qaisit, pra që kanë ardhur nga ky vend, edhe pastaj prej haditheve të njohura që përmendet në këtë grup që kanë ardhur tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka pyet, ka thonë që për islamin, edhe ja u ka shpjegu, edhe ka thonë, a e dini çka është imani? A e dini çka është imani? Edhe ai ka thonë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pastaj ka vazhduar, ka thonë imani është me fal namazin, me agjëru Ramazanin, me dhon zakatin. Haxhi nuk përmendet në vitin e 5 Hijrit, për arsye se haxhi nuk ka qenë i obliguar atëherë ende. Mirë, po që ky hadith është shumë i gjatë, tash mos me hime e trajtu, për arsye se ka të bëjë me aspektin e akaidit, besimit edhe çështjeve të terminologjisë. E shohim kur ju ka thonë, a e dini çka është imani, pastaj ka shpjeguar kushtet e islamit. E keni parasysh atë dallimin apo çështjen, prandaj kjo diskutohet në terminologjinë islame, posaçërisht në akaid, çka është islami dhe çka është imani, na e kemi parasysh atë çështjen në përgjithësi, secili prej neve që kur themi iman janë për qëllim veprat e zemrës, besimi në Allahun, me laçet, kur themi islam janë për qëllim veprat fizike, apo që kjo do thotë dallimin mes imanit edhe islamit, kur përmenden terminologji. Mirë, po këtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur e ka përmend imanin, e ka trajtuar se imani janë ato veprat e fizike. Edhe pra në këtë kontekst trajtohet ky hadith, edhe është shumë i njohur në librat e akaidit, pra e shtjellojnë, po mos më fut në shumë detaje. Do të me pas parasysh se këto edhe imani edhe islami janë terminologji që përmenden dhe kanë, thuhet në gjuhën arabe, khususe dhe l'umum, pra kanë kuptime edhe të përgjithshme edhe kuptime specifike. Pra kuptimi i përgjithshëm kur themi iman, hyn të edhe kuptimi i islamit. A e ki parasysh? Edhe kur themi islam, hyn të edhe kuptimi i imanit. Kurse kuptimi specifike është ajo që thamë që imani janë ato veprat e zemrës dhe islami janë veprat e fizike, do mënë gjymtyrve. Por nga njëherë mund të thuhet iman edhe të aludohen veprat e gjymtyrve, nga njëherë mund të thuhet islam edhe të aludohet të veprat e zemrës. Prandaj varet në çfarë konteksti përmendet, edhe kjo është terminologji, nuk është diçka që pra është çështja e nocionit edhe kuptimit tyre. Edhe kjo është ajo, me thonë, rezumeja e këtij trajtimi edhe sqarimi që e bojnë ulemat në përgjithësi në lidhje me këtë hadith, po e përmena për me pas parasysh se në këtë, pra ky hadith njihet si hadithi Wafd ibn Abdul Qais, pra hadithi që i islamit ose imanit, trajtimit të imanit sipas asaj që e ka shpjeguar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në këtë hadith kur ka ardhur delegacioni i Abdul Qaisit. Gjithashtu në këtë hadith
e kanë pyet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam për disa lloje të pijeve që për atë kohë kanë pas emra caktuar, duba, janë përmend disa emra, tash mi përmend nuk ka kurfar konteksti, po është për qëllim disa lloje të pijeve alkoolike që në atë kohë janë përmend. Si më thonë tash viski, ajo shampanja, se në atë kohë i kanë pas do emra, edhe i kanë thonë oj dërguar i Zotit, ka thonë na ku banojna ka ftohtë. Pra vjen kohë të ftohta, edhe i përdorim këto pije, a janë të lejuar këto? E pyesin pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, edhe në fakt këto pije kanë qenë alkoolike, do thotë i kanë qenë me pjesë të thotë pra kanë qenë alkoolike dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u ndalën të gjitha. I përmend me emra 4-5 prej tyre dhe thotë janë të gjitha ndaluar për arsye se janë pije dese. Dhe kështu njihet do thotë ky delegacion me këto sqarime dhe me këto shpjegime. Gjithashtu veçantia e këtij delegacioni është ajo se është grupi i parë që ndërtuan xhami jashtë Hijazit. Hijazi është një krahin që në vete ka Mekën, Medinën edhe pjesë për rreth, edhe faktikisht Islami i parë ka qenë në atë rajon. E këta janë të parë që jashtë këtij rajoni kanë pas xhami, kanë ndërtuar xhamin e parë, edhe është fal xhumaja në vendin e tyre. Pra para se me ndodh çlirimi i Mekës, para se mu përhap Islami në krejt si udhësën e Arabisë, pra këta janë do thotë grupi i parë, pra e kanë edhe këtë veçanti, po gjithashtu e kanë përmendur ulemat që kanë qenë grupi që janë dalluar që kur e kanë takuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, janë mallëngjy shumë me të, edhe e kanë përshëndetë, edhe kanë përqafë, edhe ja kanë put durt, edhe qytojnë do thotë në përgjithësi çka përmenden në lidhje me këtë delegacionin e Abdul Qaisit. Delegacioni i dytë është delegacioni i Banu Saad ibn Bekr. Banu Saad janë një fis që në fakt kanë qenë beduin, që kanë banu për rreth jo Mekës, për rreth Taifit, që njihet prej tyre edhe kemi përmend më herët edhe Halime Saadije. Ajo gruaja që e ka arrit pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, gjithëdhënësja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ka qenë prej këtij fisi. Pra prej këtij fisi këta kanë qenë beduin, edhe këta janë që kanë ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe kur kanë dëgju, e kanë dërguar një person, edhe ky hadith është shumë i njohur, e kanë përmend, hoxhallarët e përmendin zakonisht në për hutbe, sqarojnë për arsye se është një hadith shumë madhështor, është hadithi kur kanë ardhur e kanë dërguar kryeplakun e tyre, do thotë kryesorin e tyre ka qenë Dhimam ibn Tha'laba. Kështu e ka pas emrin, Dhimam ibn Tha'laba. Edhe ky ka qenë, që thash, beduin, pedin noman. Këta kanë qenë njerëz thjesht, njerëz, po gjithashtu kanë pas edhe një farë lloj vrazhdësie për shkak të rrethanave të jetesës tyre, nuk kanë qenë as çaq të butë. Edhe tregohet që ky kur e kanë dërguar, ky ka qenë një person, veç një e kanë thonë shko qyrça ku shoh edhe çka po lyp edhe çka janë ato për arsye se para kësaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam atyre ju ka dërguar delegues prej sahabeve për mi njoftu me Islamin. Edhe kur ju ka ardhur ai, pastaj e kanë dërguar ata deleguesin e tyre, kryeplakun e tyre, Dhimam ibn Tha'laba. Edhe tregohet në hadith të saktë që ka ardhur Dhimam ibn Tha'laba, edhe kur ardh Medinë, ka hyrë në Medinë, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë në xhami. I ulun në xhami ka qenë, edhe ky ka ardhur kur është afruar në Medinë, e ka pru devën e tij deri te dera e hymjes. Për shkak të raportit edhe sjelljes tij, do thotë që beduin, jo mi ditë rregullat sene, veç sa s'ka hi me devën në xhami. Domethënë ashtu e ka afru devën, e ka lënë atë, e ka hyrë në xhami, edhe ka bërtit kush prej juve është djali i Abdul Muttalibit. Pse Abdul Muttalibit? Për arsye se kështu është njoftë. Edhe këtu është ajo urtësia, vëllezër të nderuar, pse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është prej fisit Quraysh. Edhe pse është bashkë nip i Abdul Muttalibit. Për arsye se e kemi përmend në fillim atje, kur kemi përmend edhe gjenezën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që urtësia e Zotit të Madhërisht është që ky njeri me kanë me një linje shumë të respektuar të familjes edhe të fisit, për shkak se kjo ndërthur edhe personalitetin e tij sa është i pranuar tek të tjerët. Abdul Muttalibi ka qenë një person që vërtet kanë pas respekt krejt rajoni i Mekës, jo vetëm Mekës, rajoni i Mekës, plus që ka qenë Kurejshit, po plus për shkak të arritjeve i kemi përmend këtu çka ka bëu dhe cilat kanë qenë ato përparësitë e tij.
Prandaj edhe në shaj këtij respekti, kështu e ka njoft fillimisht Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Jo që është pejgamberi i Zotit, por djali i filanit. E keni parasysh ka herë kur nipi i filanit që ka qenë një respektum, e ndin veten tonë një lloj respekti edhe nëse nuk e njeh. Apo edhe nëse nuk e njeh, e ndin veten tonë një lloj respekti, një lloj karizme që e ka ai në veten e tij. Edhe pse ndoshta kur të shesh tani sta mush synin, a e ki parasysh. Po e çita e ka pas pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe për çata ka qenë urtësia edhe prejardha e tij me kanë e ndershme edhe në një linje shumë e respektuar. Prandaj kur ka ardhur ky, ka pyet, ka thonë cili prej juve është djali i Abdul Muttalibit, që është për qëllim nipi në këtë rast. Se Abdullahi është baba, Abdullahi ka qenë djali i Muttalibit, po tek arabët përmendet edhe nipi si djalë. Në përgjithësi është e njohur kjo. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë unë jam. Edhe kur i ka thonë unë, tash u shku te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ju ka ofru, edhe i ka thonë ente Muhammed, ti je Muhamedi, ka thonë unë jam. Edhe e keni parasysh thash ajo thjeshtësia, po gjithashtu edhe një lloj arrogancë me thonë ose një lloj vrazhësie prej tyre që ka qenë normale në rrethonat asaj kohe. Madje edhe transmetues të hadithit duke përmendin tregon që në veshje i ka pas flokë të gjata dhe me bistek. Për arsye se kështu kanë ec ata, domthon ka marrë bistek, do të flokët i ka pas bistek të lshume në domthon në krahror, do thot për mi këtu, janë dog. Edhe edhe në kohrat e vëndshme, beduin kështu kanë jetuar. Domthonë nëse i kishni fotot e vjetra të beduinëve që kanë fotografuar njerëz të ndryshëm, i shes që kështu kjo ka qenë jeta e tyre. Domthonë flokët i kanë marrë gjata, edhe jo është afru pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thonë ente Muhammed, a jeti Muhamedi? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë po. Edhe ka thonë na ka ardhur një njeri prej teje, i cili po pretendon se ti je pejgamber. Pra, a peshe shumë i drejt për drejt, edhe jo me këshyrë me rotlo, ose me... Domo shumë, po pretendon se ti je pejgamber. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, ai e ka thonë të vërtetën. Domo çashtu është, unë jam pejgamber i Zotit. Ka thonë, po të pyes pra disa sene, do t'i bëj disa pyetje, edhe ku me konë këgja i ronë në ato pyetje, që kështu që thot ke parasyshi me bo sabër me mu, do të mos mungut me mu për ato fjalë që ku mi t'i thonë. Pra, edhe tregon atë vrazhësinë, po tregon edhe një lloj respekti sipas tyne, domthon nivelin e tyre. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot urdhra, thot po të pyes kush i ka kriju qiellin, edhe tokën, edhe çdo gjë përreth neve, kush është ai që i ka kriju? Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot Allahu është ai që i ka kriju. E thot po të pyes për hirt atij që ka kriju qiellin, e ka kriju tokën, edhe çdo gjë rreth neve, a çajt ka dërgu ty për pejgamber? Domthon e ke parasysh një lloj kërcënimi që nëse është duke gënjy, me të vërtet kur ta mbledh që ti po pretendon që çaj që i ka në dorë gjithë to sene je i dërguar i tij, që domthon nëse është kjo e vërtet, atëherë thuaj, ama nëse nuk është e vërtet, a ke parasysh ka jetë të thonë me një fjalë një lloj kërcënimi që shumë i matun, e keni. Edhe thot për hirt atij që i ka dërguar këta, i ka kriju domthon qetet, tokën e çdo gjë përreth, a ai të ka dërguar ty? Apo betosh që ai të ka dërgu, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë po, gjithsesi po betona që ai më ka dërgu. E keni parasysh përgjigja e tij që mos me lan asnjë hapësirë, me thonë diplomacie, që me thonë jo kështu, po shumë ashiqare me ju përgjigj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pastaj e pyet thot ai që ka ardhur, është fjala deleguesi yt, ai sahabia që ka ardhur te na ka thonë që gjatë ditës ose gjatë natës du të mi falë 5 kohët namazit, a është e vërtet kjo, edhe këtë ja pranon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pastaj për agjerimin gjithashtu, për zekatin gjithashtu e pyet, edhe ka transmetime të këtij hadithi, disa prej tyre kanë ardhur, ka thonë a lypet diçka më shumë se kjo, ka thonë jo, përveç nëse dën ti me dhon sadaka ma tepër ose me falti nafile ma tepër e kështu me radhë, atëherë
ky thuhet në një transmetim, masi që i kryen ato pyetjet e veta, thot pasha Allahun që to ku mi vepru, as ku me shtu, as ku me paksu. Edhe niset edhe vazhdon, ai s'rrin tash me thonë valla jam lodh dhe po që kjo ka qenë ai arsye pse ka ardhur, edhe më një herë u kthy te fisi vet. Edhe i ka hyp devës edhe u kthy. Edhe kur ka nis udhimin edhe ka nis mu kthy pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë aflaha in sadaq, që nëse i rrin gati që atyne që ka pretendu edhe ka thonë, është i shpëtum. Është i shpëtum, edhe ky kthehet te familja, te fisi i vet, edhe thuhet mas kësaj besojnë krejt. Domthon këtë fisi bëhet musliman mas këtij udhimi që e bën edhe vizitës që ja bën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra, kjo është një nga ato ngjarje që ndodh me këto delegacione të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe kjo e ka një veçanti që vërtet një person bëhet sebeb që këtë fisi me pranu islamin prej tij, edhe kjo është ajo veçantia e këtij, edhe këtu vret edhe thjeshtësia e këtij personi, po gjithashtu edhe vrarësia e tij, e arroganca në një formë, megjithatë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e respekton edhe shpjegon, edhe krejt ja qartëson sendet, edhe kështu arrihet edhe e vazhdon rrugtimin e tij masi që i kupton këto gjëra. Për delegacioneve tjera të cilat përmenden është edhe delegacioni i Muzejne, është një fis. Edhe këta thuhet që kanë ardhur në vitin e 5 ose 6 të Hijretit, nuk dihet sakt. Karakteristike e këtij fisi qëndron në faktin se këta këtë fisi kanë ardhur. 400 veta, domthonë të gjithë kanë ardhur te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe krejt e kanë pranuar islamin. Ne përmendim disa që ka dobi edhe veçanti të këtij fisi. Krejt kanë ardhur te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe kanë qëndruar një kohë, disa muaj thuhet, edhe kanë ndajt te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në xhami, aty edhe kanë mësu pe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, vazhdimisht i ka mësu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam derisa kanë qëndruar një kohë caktuar, edhe kur kanë dashur mu kthy, e ka thirr Omerin radiallahu ta'ala anhu, edhe këtu ka ndodhur një mucize, edhe i ka thonë Omerit, merri këta, dojnë mu kthy në familjen në shtëpitë e tyre, jep ju çojnë shpitane edhe jep ju secilit atë mjallon, e keni parasysh udhimin që i kanë bë këtu një herë njerëzit, kanë marrë me vete një lloj, çuçi i kanë thonë një lloj boshqe, kanë fut ushqim edhe me atë derisa janë kthy. Edhe ka thonë çitja secilit një grosht hurme që me marrë me vete. Edhe Omeri o nale o shtang. Pse o nale o shtang? 400 veta, thash ku mi thonë, ka një grosht 400 veta shumë. Ka thonë i dërgum Zotit, unë e ja u dha, po në shtëpi kam shumë pak hurme, unë s'muj se cëllet 400 veta ku. Edhe pejgamberi sa thënë prap i thotë, merri qëjtin shpitane edhe jep jau. Edhe se ka diskutu mu Omeri, ka thonë, apo thuti që ashtu, i marrën edhe kejt, ka thonë, hajtë një masmeje, edhe ka shku në shtëpi, thuhet që kur e ka qel derën, Omeri e ka pa një grumbull të hurmeve, nuk e ka ditë ka ardhur. Edhe ju ka thonë hajde një krejt, edhe secili e ka mush qatë boshqin e vet, në dhëtë sa ka dasht, edhe ka marrë secili e ka marrë, dhe thotë kur e më kthy prap, e kum pa që hales s'është kry, do më hale kishte, më ka mbet edhe mu. Edhe kjo ka qenë një nga mucizat që ka ndodhur me këtë delegacion e Muzejnes, edhe kjo përmendet nga kjo ngjarje që kanë qëndruar te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e kanë pranuar islamin edhe janë bërë musliman të mirë edhe janë kthyer për familjet e tyre. Prej delegacioneve tjera kanë qenë edhe Banu Asad al-Huzaime, edhe këta kanë qenë, do thot, një delegacion. Do ta përmendin një delegacion tjetër që kanë qenë pak më armiqësor me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ata kanë qenë delegacioni i Amir ibn Tufail as-Sa'sa'a. Këta kanë qenë ata të cilët ja kanë bërë atë mashtrimin në Bi'rul Ma'una, që i kanë vrarë atë grupin e muslimanëve që janë shoqëruar me ta. E ky delegacion ky Amr ibn Tufail as-Sa'sa'a ka qenë një njeri shumë arrogant, shumë i keq, edhe armiqësor me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e ka pas edhe një shok që ka qenë shumë i afërt me të, edhe luftëtar i njohur, e ka pas emrin Arbad. Edhe ky vendos thot, kjo ka ndodhur para çlirimit të Mekës, do thotë edhe kjo është heret.
Na po përmend delegacionit, po thamë që nuk është për qëllim vetëm me vitin e 9 hijretit. Edhe ky vendos thot po shkojmë edhe pe vrajmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ata domon këtë njeri që na ka bë fitnë, ka pretenduar gjëra, kështu që është mundësi që na po pretendojmë që pe pranojmë Islamin edhe pe vrasim Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Edhe e urdhën këtë Arbadin, thot merr thikën edhe maje me veti, ajo thika e kiti parasysh në kalumen e kanë bë me helm. Për arsye se ndoshta një herë me të sulmu edhe me ta ngul thikën nuk është detyrimisht që mundesh me dek. Mirë po nëse thika ka pas helm, atëherë helmi funksionon edhe me kalimin e kohës ajo s'mundet me imbjetu asoj plage. Edhe ky e përgadit ashtu atë thikën, edhe thot afrohu, edhe unë do të bisedoj me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, edhe ndërkohë do të mundona me afru edhe me mashtru edhe ti kur ta bëj me shaj, pastaj me mbyt Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Edhe çështu mirën vesh. Edhe çka bëhet kur takuan me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe ky grup i këtij fisi Banu Sa'sa'a, çka thot? I afrohet edhe i thot oj dërguar i Zotit, thot bëna një takim që veç na fisi me najt me ty. Qëllimi dashakes që pak me e veçu, me largu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dikush që mundet me ndërhy ose me nal sulmin që e kanë synu, prandaj kanë kërkuar që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u veçu veç me këta. Mirë, po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk pranon. Thot çka keni me thon këtu, folni, edhe nuk pranon mu u bashku vetëm atyre. Ata ky pretendon një herë, 2 herë, 3 herë kur e sheh që s'bën, atëre i afrohet edhe fillon me bisedu me të. Edhe tu bisedu me të, ja bën me shaj këtij Arbadit që me sulmu, mirë po ky nuk ndërmer hap. I thot një herë, pastaj vazhdon bisedën, prap ja bën me sy, ja bën do thot me shaj, prap ky nuk ndërmer një hap, 3 herë mundohet, po e sheh që s'është reagu Arbadi, kur që s'është u bë. Edhe dorëzohet, edhe e sheh që s'është rani me bë diçka, edhe i thot unë i kam 3 kushte, 3 zgjidhje për ty. Domthonë në këtë marrëveshje, tash ai s'ka ardhur me pranu Islamin direkt, po don me kurzu. Cila e para thot, pe bëjmë kështu, unë pe marr përsipër udhëhesjen e beduinëve, për arsye se ky ka qenë beduin, kurse ti merre udhëhesjen e qyteteve. Tash po bën marrëveshje me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam aspekt udhëhesjes edhe politik. Ai ki parasysh që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mi marr udhëhesjen e qyteteve, kurse ky me marr udhëhesjen e nomadëve, do thot beduinëve. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk pranon që kjo domon nuk ka ardhur për udhëhesje, ka ardhur për me përcjell Islamin. E dyta i thot atëherë më bë udhëhes që me ardhën e masteje, që nëse ti vdes, unë me ardh masteje, me zavencu ty. Edhe këtë se pranon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, atëherë i thot e treta pra luftë mes meje dhe teje. I ki do thot s'ka paqe, une do thot po të premtoj që ku me ardhë dhe ku me të sulmu me 100.000 deve, kërcënon do thot gjëra, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot ndërmjet teje edhe meje është Zoti. Edhe bën dua thot Allahumma kfini sharra Tufail. Që nëse përkthej shqip domthon o Zot rumpe sherrit këtij, wahdi qauma, kurse popullin e tij udhëzoje. Edhe këtu është ajo maturia pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nganjëherë neve kur na bën dëm dikush ja shohim me familje, ja mallkojmë me keq çka ka, po. Mirë po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë i matun, edhe e ka lyp mbrojtje prej Allahut të Madhëshëm prej sherrit tina, po në anën tjetër ka bë dua për familjen e tij, për fisin e tij në përgjithësi që me udhëzu edhe me bë musliman të mirë. Edhe nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e kuptojmë që njeriu vërtet nëse ka ndonjë kërcënim prej dikujt ose dikush është mirë me bë dua o Zot ruam prej sherrit filanit. Për shembull nëse është të kërcënuar, domosdoshmë me bë këtë dua vazhdimisht në jetën tonë në mëngjes, në mramje, kurdo që mundesh, me thon o Zot ruam prej sherrit filanit që ki në ndonjë lloj kërcënimi kështu me radhë, për arsye se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka bë këtë dua, edhe kështu është mbrojt prej sherrit të njerëzve të kësaj natyre. Pastaj tregohet për historinë e Tufail ibn Amrit se ky njeri pastaj kur janë dalë kur s'kan bë marrëveshje me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ata janë tërheq edhe kanë filluar mu kthy te vendi vet, çka ka ndodhur?
I ka thonë Tufeli Arbadit, pse nuk e sulmojshe kur të thejsha? Atëherë thot, për Zotin, jam kanë në një situatë, unë e shisha ty që po më thu me sulmu, po pejgamberi sa sam nuk e shisha kurkun. Ja ka ba të bon që atë perdën që o gjallna bejnë e idihim sëdden që ndërmjet syve ty e kom ba të thot një penges, se ka pa pejgamberi sa sam për me sulmu. Nuk ka ditë ku gjindet pejgamberi sa sam për me realizu sulmi. Pra ndaj e thot ju më hutu edhe s'disha që ka me ba, që ka po më thu, kënë me sulmu, se shisha. Nuk e ka pa pejgamberi sa sam me e sulmu, pra ndaj edhe s'ku mujt thot me ba këtë. Thot jo që s'ku më dash, po s'ku mujt. Edhe tregohet për këtë person Tufelin se është kthy edhe gjatë rrugës duke u kthy, ndalet në një vend që ka pas një gru që me cilin ka ba zina, ka ba të thot punë të Allah i na rujt, jo të mira, edhe kur ndal tek ajo gruaja në shtëpinë e saj, thuhet se e ka rrok një lloj smundje në trup, një lloj shumë e rëndë, edhe i ka ardhë marre, është turpnu, ka thonë, du me dek në shpinë e kësaj gruaje edhe mu bo horë të njerëz. Pra edhe pse ka ba atë haram, në atë kohë ka qenë marre me ndodha si sene, pra ndaj thua që i ka marrë kalin edhe ka dalë pe asaj shtëpia dhe ka ik edhe nuk dihet për të kurgjo. Pra, si duket ka vdek dikun edhe se ka përmend mu kurkush. Dhe kjo është ajo fundi edhe realizimi asaj doaje që e ka pa pejgamberi sallallahu që me rujt pe sherrit tina. Kurse Arbadi, ky që ka dashur me e therr, thuhet që është kthy në shtëpinë e tij, edhe pra është kthy në shtëpinë e tij edhe e kanë vet ai fisi i tij se çka ka ndodhur, çka është bë dhe kush ai një tash. E keni parasysh kur e kanë ditë që kanë shkuar me taku pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, edhe tregohet në transmetime që ka folë shumë rënd për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra e ka ofendu, ka përdor fjalë jo të hishme për Muhamedit, personalitetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe ka flajt atë natë të nesërmen tregohet që ka ardhur një rrufe prej qiellit edhe e ka rrok këtë njeri edhe e ka vrarë. Edhe ajeti që ka zbrit në surën Ar-Ra'd, ajeti i 13, ku thot Allah i madhreshëm yusabbihu ar-ra'da bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa yursilu as-sawa'iqa fayusibu biha man yasha. Që përkthimi pejgamberit Allah i madhreshëm po thot në këtë ajet në surën Ar-Ra'd, ajeti 13, yusabbihu ar-ra'da që kur vetëtima, shkreptima, kur të murmuron edhe kur të bubullon, çka e lavdëron dhe madhron Allahun e madhërisëm, gjithashtu edhe melaqet e bëjnë të njëjtin si frikë respekt ndaj Allahut të madhërisëm, wa yursilu as-sawa'iqa, edhe po thot Allahu xhalla ala dërgon Allahu i madhërisëm shkreptima edhe flak, edhe me të i sulmon apo i gjun ata njerëz që Allahu i madhërisëm dëshiron. Dhe thuhet që ky ajet ka zbrit për shkak të këtij Arbadit që e ka vrarë dhe ka kap pra bubullima si rezultat i asti ofendimi që e ka bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj edhe për këtë shkak pra kështu përmendet pra ky hadith prej delegacioneve tjera dhe e fundit që po e përmendim sot është Banu Asad ibn Khuzaime që e përmendëm pak më herët. Banu Asad ibn Khuzaime këta kanë qenë një delegacion që kanë ardhur te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam musliman. Pra e kanë pranuar islamin. Jo që kanë ditë shumë për islamin, po kanë ardhur, po në një formë kur kanë ardhur te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e kanë treguar një lloj, çish më thon, një lloj kryelarësie ndaj Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, duke i thonë që na kena ardhur, as na ke dërgues, as na ke kërku prej neve, na vetë kena pranuar islamin, të kena ardhur vetë, a ki parasysh një lloj krenarie dhe një lloj lavdërimi të vetes tyre. Kështu do thot kanë komunikuar me Muhamedit sallallahu alajhi wasallam që na për dallim me të tjerë, pra as na ke dërgu, na kena ardhur vetë e kena pranuar islamin edhe vetë tu kemi drejtuar edhe vetë jena bë musliman, pra kanë filluar me e livdu edhe me e qysh me thon në një formë me paraqitje pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është borxhli ndaj tyre. A keni parasysh? Kështu janë paraqitë. Edhe Allah i madhërisëm për shkak kësaj e zbret edhe një ajet në surën Al-Hujurat, ajeti i 17, ku thot Allah i madhërisëm yamunnuna alejka an aslamu. Pra kërkojnë favor prej teje ose kërkojnë një lloj
falenderimi që ti mja u ba atyre, pse kanë pranu islamin. Çka po thot Allah? Kul la tamunnu ala islamikum. La tamunnu alayya islamakum, që në përkthim po thot thuaj o Muhammed atyre, mos u munoni, mos pritni që unë t'ju falenderoj ose t'ju bëj ndonjë ner pse e keni pranu islamin. Belillahu yamunnu alaykum, po vet ju pranimi i islamit, që e keni pranu islamin, kjo është do thot për juve domthonë dhunti. Nuk është dhunti pse ju e keni pranu islamin ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, po dhunti e juja është se ju keni zgjedh kët për arsye se kjo është ai përparësia dhe begatia më e madhe që mundi me bë. Edhe kjo është ai proporcioni që pra muslimani do të me pas parasysh se begati më të madhe që mundet me pas njëri në këtë dynja është me kon musliman, me kon pe atyre njerëzve që e njeh Allahun e Madhërisëm, edhe me kon i drejtum ka imani edhe besimi i sinqert. Kjo është begatia më e madhe. Nuk është begati ti tash mi kërku atina qëra unë e kum pranu islamin edhe me tregu veten superior ose me kërku një lloj favori ndaj dikujt ose në këtë rast ndaj Muhamedit sallallahu alajhi wasallam për këtë islam. Pra kështu i ka qortu pejgamberi Allah i Madhërisëm me këtë qasje të tyre që mos me tregu me ndjemallësi pse janë bë musliman, po me kanë do thotë me e vlerësu edhe me kanë falenderues për këtë vepër edhe për këtë punë që e kanë bë. Pra këto ishin disa, në fakt i kemi përmend 5 delegacione që e kanë pranu islamin apo kanë ardhur te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, disa prej tyre kanë pranu islamin, disa kanë pas synime jo të mira, e inshallah javën e ardhshme vazhdojmë me disa grupe tjera për cilat kemi shumë gjërat interesante edhe ngjarje të cilat përmenden në hadithe të shumta, e takohemi inshallah javën e ardhshme. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.